Pejgamberi alayhi salatu wassalam I ka respektuar shokët e vet, domthon shumë. Përkatëzojmë me këtë rast, është shumë rast I rëndësishëm. Ndër rastet më të dhimbshme dhe më emocionale që ka ndodhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shokët e vet. Tregon Abu Said al-Khudri, unë po do ta shkurtoj shumë, maksimum sa kam mundsi. Me lenin Allahu te bareke ve teala. Po për mëson kur e ka shliruar Mekën, edhe ka ndodhur lufta me fisin Hawazin, apo edhe ka pas shumë plaçk, shumë parë ka ardhur. Edhe për mëson I ka ndonë njerëzit në musliman të fort në zemër, edhe musliman që janë në laraman, sa ka hi ai mund shpejt me dalë. Edhe e ka pasi ide sallallahu alaihi wasallam dhe mendim që t'ju jap që tërë shka janë më laraman t'i forcoje me pare. I pa për shembull njëri thot pse ndodh kjo? Për shembull ti e ki për shembull ta zëna njëri një hasën. Çoja ka një 100 euro, aja nis të fol për ti mirë. Apo ta, thot boll buri mirë valla. Unë thot gishim pas mashtruar. Kështu më radh, njerëzit me parë ndojnë mendimin. Njerëzit me parë lën fejen, ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, zbat kiameti pa e shit njëri fejen për mallin e tezgës vet. E çati e le fejen në tezgë le. Rrein për Allahun te bareke ve teala dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thotë ju dha arabëve. Thotë edhe u prakën ensart, tritë ensarve. Edhe than pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, u zbut me popullin e vet. Ju dhemën populli vet, na haroj neve. Prej tëre ka qenë njërit prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Sa'd ibn Ubada. I ka qenë zotnia apo I ensarve. Edhe I ka thonë shakini, ka thonë këshira, na lufto, këto merr parë. Na mbroj për mësam, këtynve për ju jap plaçkës luftës, në rregull. Dhe ka thonë unë foli me pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe ka shkuar te pejgamberi alayhi salatu wasallam, I ka thonë ja Rasulullah, shok për ensarve janë prek me tyje. Atëri ka thonë mësam, e ti o Sa'd çyshje? Tamam, ata janë prek, ti çyshje? Po ai ka dhënë me të kallëzue. Apo ka thonë ti çyshje? Ka thonë ja Rasulullah, po edhe unë jam pisa të fisit. Edhe unë jam një njeri pi atyne. Pra me një farë fjale, edhe unë jam prek ja Rasulullah. Se na po luftojmë, tjerë po marrin të hollat edhe pasurinë. Ata I ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, mbledh me çata që të shator. Kam një bisedë me ta. Edhe I kam mbledh. Thot kur ardhën muhaxhir. Po mësam, e shtyni pak më andena. Kur larguan muhaxhirt matën veç ensar. Atëri tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, e falenderoj Allahu xhelalu ala, shprehi lavdratat dhe lartësimet për Allahun te bareke ve teala dhe pastaj u tha, o ensar, çka o puna se jeni prek me mua? I kumni do fjalë se po thoni u zbut për popullin e vet, e pije popullit vet, apo I kumni këto fjalë. Ka thonë a jeni nervozuar sen? Jeni shqetësuar sen? Jeni pikëlluar sen? Pastaj ju ka thonë, alam atikum dullala. Unë kur erdha te ju, as I nikon qafira? Po. As ju bani Allahu musliman me mua? Unë kur erdha, çfarë kat ju? Shkije. Kur u ban musliman? Kur erdha unë? Apo, tha, unë ju gjeta shkije, ju bana musliman? Dhe ju, kini, unë kam vlerë mbi juve. Apo, atër tha, alayhi salatu wassalam, kur erdha une, a ishit armiq? 300 vjetë kanë luftu e ensart para se mu kanë musliman në mezveti. A di për që kanë luftu? Pse Kuajt kër kanë bo gara, njënë ja ka shku tjetërit. Pse Kaliot më ka shku e luft 300 vjetë. Hinë histori lezojë. 300 vjetë luft, pse? Se devja, ka ngoj devja, a njëra kam jashgoj, hajvana. Këto janë roki njerëzit, që ishë një rokën shpesh, apo? Rokën shpesh njësë për gjërat kota. Ka thonë, e kush ja u afroj zemrat, mos mu rokë për gjërat kota? As jam unë ajqaj, që ja kam afru zemrat? Atër ata thanë, Allahu dhe pejgamberi sallam janë më begatuesit. Ata në kanë më mirë, Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe fillun me umërzit. Atër tha alayhi salatu wassalam, ju as për më përgjigjni mua? Tash këthema një edhe mua. Shikove sepse I ka dashur të vet. Ka thonë, unë e jo përmejnë atash, përmejnë edhe ju mua. Atër I thanë, ja Rasulullah, çka me të thanë, ja Rasulullah? Gabum. Bima dhe në gjib. Çka me të thanë? O gabum. Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam janë më begatuesit dhe më ata që në kanë bo mirë. Atër e tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, vallahi, ju me dasht thuni qështu, që unë për ju ka të qëshme thanë. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse thuni, e thuni të vërtetën, edhe ju pranohet e vërtet, thuni qështu, erdhe I përzant e natë morëm. Shiko,
Unë nuk e harroj këta. Apo unë ju gjeta shkije, ju bëna musliman. Ama edhe unë erdha i përzant për popullit tem e ju ma zgatët dorën. Unë se harroj këta. Pastaj tha, alayhi salatu wassalam, a u gjujte si rënacak prej popullit tanë e na thanë ti e pejgamber. Pse s'po ma thuni që ta? Se me kelit kanë thonë si e pejgamber, e na të kena thonë se je pejgamber, fena sarnak dhe të kena nimue. Me keqa kena pas. Pastaj tha alayhi salatu wassalam, pse s'po thuni ke ardhë vet e të kena bë me shtëpi. Ti e përzot, ti kur ke ardhë për Mekë, s'ka ardhë me shtëpi, ke ardhë veç me deve. Thotë edhe na të kena bë shtëpi, edhe shtëpia në funi ka me sa Medinë. Edhe aja ty pushon sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë alayhi salatu wassalam, pse s'po thuni o ju ensar, ti erdhe fukara, këtë parë ti ke lënë Mekë, e u bane të na i pasur, ke hangër prej venit ton, sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë pejgamberi, pse jeni prej o ensar? Pse jeni prej o ensar? Ka thënë që të parë që ka ishë përndajta prej ligave të kësaj bote, prej barit të kësaj bote, prej ati ujit barishtës kësaj bote. Ka thënë, unë e deshta t'i afroj do njerëzit se ato nuk janë të fortë në islam. Ka thënë, e unë mbështetet e ju se jeni burat fortë. Ato s'janë burat fortë, unë mbështetet e islami juve, ju nuk guxoni kështu me shiku këtë punë. Pra unë e pasaj sa në regull, i dhash pare që të rije i fort në islam. Atar i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, o ensar, as jeni të knast që njerëzit mi morë delët e devët, e ju shkoni të shtëpia juve me pejgamberin e juve sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha, betohem në Allahun, i cili e ka shpirtin e Muhamedit në dorën e tina, mos më kanë hijreti, që unë kam emigrue, isha kanë një burë pe burave të ensarve. Apo, për nësa për jau përmen, të mirat e tëre. Pas e ka thonë, me shku një u dhe ensart, e njerëzit me shku ka qëtëra anë, unë e shkoj që anë ka kanë shku ensart. Ensart e kanë dimue në Medinë për nga mberin, alayhi salatu wassalam. Pas e ka thonë, alayhi salatu wassalam, o Allah, më shiroj ensart, edhe djemë të ensarve, edhe djemë e djemëve të ensarve. Atare, thot Ebu Said el-Khudriju, fillul këtë ensart me kajt. Profesor që i ka thonë? Ka thonë njoni për jap dele, e ti po ta jap vetën, ti me mu por rri. Andaj muslimani, sidomos ai cili e zë veten që thirr në islam, apo është dietar, apo hafëz, apo ka autoritet. Do njerë dikujt i jap më shumë, jo që e ki mangat, po ti e di se ajo në Raman, e dikujt i thu, ti shka po më jap mua, apo po ta jap vetën. A ka më nalë se që kaq? Kini pa shumë prej njerëz që ka thonë, o rribet ti me mua. S'po du as kur gjë, kena me pi veç rrit ti me mua. Andaj çka tha alayhi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit shkojnë me deve dhe dele, ndërsa juve ju jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka edhe shumë prej respekteve nga se pejgamberi ka pas shumë shok, edhe me të vërtet shumë raste nuk i kemi përmend, të cilat po i lajmë në rastësi të tjera dhe gjëra të tjera.